asku nuk më përmend, do me thonë në kërkesën për saktim të paraburgimit se ka lidhmëri ideologjike fetare islamiste. Mirë po, klienti im është, do me thonë, e kategorik që as nuk ka qenë djeni që ka ndodhë, por të tregoj, unë jam avokatja e Diamant Gashit, i cili është, do me thonë, kërkesë të prokurisë i fundit, me disa arsyetime që jam dispozitiv prokuria e krimeve të rënda, Ferizajt, por ajo që ka pom, duke pas kërkesën dorë, dispozitivin me cilin nuk kry o kërkue se që caktohet paraburgimi, me bazën se në bashkëkryrje këta kanë kry vrasjen e rënd, do me thonë me privimin nga jeta të rështerit Muhamet Lika, dhe ajo që ka mund të them për juve dhe për opinionin këtë fazë, ande gjatë gjykimit të kërkova dhe nga prokurori çështjes i cili përfason të kërkesën këtu, që zbashku me krye prokurorin e Ferizaj, zotin Bërim Qerkini, të dalën edhe njerë të japin sharrime se kjo vrasje asku nuk më përmend, do me thonë në kërkesën për saktim të paraburgimit se ka lidhmëri ideologjike fetare islamiste, siç po e përdorin, do me thonë mjetet e informimit, për arsye se është edhe një rrethon tjetër, është edhe me kodin penal të Kosovës, edhe me konventa ndërkombëtare, edhe me kushtetut të Republikës së Kosovës, ju e dini, ekziston rregulla prezumimi pafajësisë derisa aktgjykimi ta marrë formën e prerë, madje në këtë rast në një farë mënyrë po etiketohet edhe familja atyre, edhe gjithë rajoni Kaçanikut. Mirë po, me qenë se edhe ju tash e keni në duar kërkesë për caktim paraburgimit, këto besoj që ja sqaron gjithë publiku se nuk e ka atë lidhmëri siç kanë provu t'i japin, do me thonë, në gjithë kërkesa bazohet, do me thonë, lidhur me momentin si ka ndodhur vrasja edhe pretendimet, do me thonë, sipas prokurisë ku kanë qenë këta, edhe pse natyrisht arsyetimet e tyre ishin se Kaçaniku, siç e dim, është rajon i vogël, edhe do me thonën u sharun se i kena pas shtëpia të afër, apo sipas lëvizjeve që i përmendte prokurori, megjithatë janë avokatët e tyre kompetent, ndërsa me për klientin tim që është i fundit i rënditun, thotë se pas kryerjes së veprës penale, do me thonë, e ka strehu në shtëpinë e tij, mirë po klienti im është, do me thonën, e kategorik që as nuk ka qenë djeni që ka ndodhë, për arsye se familja ti, si që jemi në shqiptarët, e ka një lidhje miqësore me familjen të ndjerit Muhamet Lika, për cilin natyrisht edhe mu vje shumë keq, aq më tepër që kena qenë ish kolegët në policinë e Kosovës. Edhe thotë që lajmin e ka marrë prej babës, këtë më thotë edhe baboi i tij, i cili djerë momentin kur më ka angazhu, kemi bërë kontratë vetëm për fazën e hetime, për arsye se ka thonë, në rast se djali jem është spaku vetëm 1% i implikuar këtë vepër penale, unë nuk pranoj as avokat, as gjë të sigurë. A u sqaru motive sipas prokurorisë? Absolutisht. Nëse nuk është për motive ideologjike, fetare, ashtu siç edhe e përmende, po. Ideologjike, as nuk përmendet siç po e përmendin media që ka të bëjë me punën. Do me thonë, mirë po, këtë fazë, kjo është fazë në të cilën, do me thonë, hetimet ruhen me një fshësi shumë të madhe, për arsye se në këtë drejtim kanë punu institucionet e Kosovës, do me thonë, prej logjikës, prej lëmimit të cilën e punoj penale, sigurisht tu ka qenë edhe inteligjenca e Kosovës e implikume, siç veprojnë këto raste të rënda, policia e Kosovës që ka bërë një punë, edhe në anën tjetër edhe vetë prokuria që është truri shtetit. Ndëruar vetë drejtori i përgjithshëm i policisë dje ka thonë që vrasja lidhet me përmes mjeteve të informimit për arsye se për koincidencë mu ma ka tërheq vëmendjen. Jo, aty përmendet mos gabovsh as di prej kujt, edhe lidhur me zjarrin që shkakton gjykatën. Po, nuk e di kush, se kam qenë shumë ngarkuar mirë, po për koincidencën e natë kam qenë avokatja e njërit prej tyre, i cili tash është shpall i pafajshëm, është Elmedin Lika, dhe është shpall nga gjitha gjykatat i pafajshëm, madje Këshilli Gjyqësor i Kosovës, do me thoni, ka ofruar edhe ofertën që do ta dëm shpërblej. Ato e them me kompetencë të plot, madje e ka marrë dhe lëndën sot për shkak pikërisht këtu ekziston prezumimi i pafajësisë, edhe do me thonë nuk është mirë këtë fazë të
do me thonë të gjykohen gjithë secili prej anës vet, për shkak se ta shohim si na zhvillohen hetimet, edhe në fundit gjykata është që e thot fjalën e fundit. Përmande e kalumja e tyne që mundet me u lidh me fe ose jo për shkak që... Po ju keni kërkesën, edhe shikonin ditale, edhe kërkesën, edhe arsyetimin e kërkesës, askund nuk përmenet, do me thonë, ideologjia fetare, askund nuk përmenet, do me thonë, zjarëvënja në gjykatën e Kaçanikut, edhe unë nuk e vreta se lidhet këtë moment me punën e tij, mirë po në këto faza prokuria, do me thonë, zakonisht vepron me precizitet edhe natyrisht ajo nuk e rrezikon kështu para tjerëve dhe para neve avokatëve, nuk e rrezikon punën e tyre. Mirë po deri në këtë fazë e keni kërkesën, siç e kam edhe unë, nuk përmenden. Prandaj është mirë me sqaru edhe qytetarët tjerë, për shkak se jo vetëm që po etiketohen këta, familjet e tyre, për një farmyre gjithë rajoni i Kaçanikut, duke gjujtur atje bazë fetare tjere tjere.